Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe vi nga një qytet i vogël, që kur isha e vogël kam qenë ndryshe nga shumica e vajzave përreth meje. Ngjyra e lëkurës time është e errët, tipare të theksuara, flokë të zinj të dendur, shpesh më thërisnin nga bela. Jo gjithmonë me qëllim të keq, por mjaftueshëm që unë të ndjeja diskriminim. Rritesh duke dëgjuar të njëjtat komente dhe pa e kuptuar fillon t'i besosh. Fillon të mendosh që ti nuk je standardi i bukurisë. Ndoshta duhet të bësh më shumë përpjekje për t'u pranuar. Ndoshta do e kesh më të vështirë në jetë. Kur erdhi momenti për të vazhduar studimet, vendosa të vi në Tiranë. Ishte era e parë që largohesha për një kohë kaq të gjatë nga shtëpia dhe përveç emocionit kisha edhe shumë frikë brenda meje. Si do më shohin këtu? Tirana më dukej si një botë tjetër, më e madhe, më moderne, më gjykuese. Ditët e para ishin të çuditshme. Çdo gjë e re, rrugët, njerëzit, universiteti, ritmi i jetës, por ajo që më habiti më shumë ishte reagimi i njerëzve ndaj meje. Në fillim nuk e vura re menjëherë, por ngadalë fillova të kuptoj. Shikimet, jo ato që të gjykojnë, por ato që të ndjekin. Komentet në rrugë, fjalë që më dukeshin të çuditshme për mua. Sa e bukur je, wow, super femër. Në fillim mendoja që nuk i kishin me mua, por i kishin me mua dhe kjo gjë më hutoi. Ishte e kundërta e asaj që kisha menduar gjithmonë për veten time. Pastaj erdhën rrjetet sociale. Hapa një Instagram aktiv, fillova të postoj foto të përditshme pa ndonjë qëllim të madh. Por reagimi ishte i menjëhershëm. Mesazhe, komente, djem që më shkruanin pa më njohur fare, disa të sjellshëm, disa më të drejtë për drejtë dhe disa thjesht kurioz. Fillova të kuptoj diçka që nuk e kisha kuptuar kurrë më parë. Ajo që unë e kisha parë si mangësi, për të tjerët ishte diçka që më bënte të veçantë. Në fillim kjo më dha një lloj sigurie që nuk e kisha pasur më parë. Fillova të vishem ndryshe, më me vetbesim, të mos fshihem më, të eci në rrugë pa e ulur kokën. Por me kalimin e kohës fillova të kuptoj edhe anën tjetër të kësaj. Jo çdo vëmendje ishte e mirë, jo çdo kompliment ishte i sinqert. Kishte njerëz që shihnin vetëm sipërfaqen, të vlerësonin vetëm për pamjen dhe nuk donin të dinë kush je ti në të vërtetë. Kur kjo filloi, atëherë edhe unë fillova të lodhem. Nga njëra anë po mësohesha me vëmendjen, por nga ana tjetër po kërkoja diçka më të thellë. Një njohje të vërtet, një bisedë që nuk fillon dhe nuk mbaron te pamja. Një lidhje që nuk bazohet vetëm tek ajo që duket. Në fillim, siç thash, vëmendja më duk si fitore, sikur më në fund po merrja atë që më kishte munguar, vlerësim, vëmendje, ndjenjë që dikush të dëshiron. Pa e kuptuar, u mësova me këtë. Mesazhet në Instagram nuk më bënin më habi. Daljet e papritura me njerëz që sapo i kisha njohur filluan të bëhen shumë normale. Komplimentet më jepnin një lloj kënaqësie të shpejtë. Dal nga dal fillova të ndryshoj dhe unë vetë. Fillova të dal më shpesh nëpër klabe, të bëj jetë natë, të njoh njerëz të rinj, të pranoj ftesa që më parë do t'i refuzoja pa u menduar 2 herë. Në fillim më duk si aventurë, një jetë e lirë, interesante. Por shumë shpejt fillova të kuptoj realitetin e vërtet. Të gjithë ata që më shkruanin nuk donin të më njihnin mua. Donin thjesht të kalonin një moment ose një natë me mua. Një dalje, një eksperiencë të shpejtë dhe pastaj zhdukeshin. Në fillim nuk e mora seriozisht, thosha më mirë kështu, as unë nuk dua diçka serioze. Por thellë brenda meje nuk ishte e vërtetë. Çdo herë që dikush largohej pas një shpjegim, diçka më mbetej brenda. Një ndjesi boshllëku dhe një pyetje. Pse gjithmonë kështu?
Fillova të vërej një model, ata më afroheshin shumë shpejt, flisnin bukur, më bënin të ndjesha speciale, dhe pastaj kur merrnin atë që donin, largoheshin. Dhe unë rria aty si pemë, duke u përpjekur të kuptoja ku gabova. Një natë pas një dalje që përfundoi njësoj si gjithë të tjerat, u ktheva në shtëpi dhe ula në heshtje. Telefoni ishte në dorën time, mesazhe të reja, por të njëjtat fjalë, të njëjtat komplimente, të njëjtat premtime boshe. Dhe për herë të parë nuk ndjeva më asgjë. As emocion, as kënaqësi, po vetëm lodhje. Kuptova diçka shumë të thjeshtë që gjithë ta djem nuk të thonë je e bukur ty. Thjesht e marrin mesazhin dhe ja u dërgojnë 20 vajzave. Kush e hap nga këto? Okej. Dhe kjo gjë më goditi më fort se çdo koment që kam dëgjuar më parë. Këtë herë nuk po më gjykonin hapur, por po më vendosnin në një vend që nuk doja të isha. Fillova të pyes veten, po unë çfarë po kërkoj vërtet? Deri atëherë po ndiqja vetëm vëmendjen dhe jo veten time. Dhe kjo ishte rruga e gabuar. Kështu që fillova të tërhiqem, jo me një herë, por me vetdije. Fillova mos të dal më, nuk i përgjigjesha mesazheve, fillova të vendos kufi dhe ishte e vështirë, sepse kur mësohesh me vëmendje, mungesa e saj të bën të duket çdo gjë bosh dhe pa kuptim. Me kalimin e kohës fillova të ndihem ndryshe. U mësova me qetësinë, u bëra më e kthjellët sepse për herë të parë nuk po kërkoja më vlerësim nga të tjerët, po përpiqesha të vlerësoja veten time. Sot që flas, e di që nuk ka asgjë të keqe të jesh e dëshiruar, por ka shumë rëndësi nga kush dhe për çfarë. Shumë nga shoqjet e mia, vetëm nga këto vëmendje morën rrugë të keqe, dhe sot nuk dihet ku kam përfunduar. Fati im që unë e kapa në kohë dhe ndryshova komplet rrjedhën. Sot nuk më vë më re njëri, edhe pse pamja është e njëjta ose më mirë, nuk marr më mesazhe, nuk marr më propozime indicente, sepse është e gjithë energjia ime që ka ndryshuar, dhe unë nuk pranoj më asgjë e cila zjat vetëm një moment. Jo çdo vëmendje është vlerë, ky është mesazhi që unë dua të përcjell nëpërmjet kësaj historie. Jo çdo njeri që të afrohet ka qëllime të pastra dhe ndonjëherë mësimi më i madh nuk është që të duan të gjithë, por të mësosh të zgjedhësh kush meriton të afrohet, sepse në fund të ditës je ti çmimi dhe jo ata që vinë afër teje. Na bëni subscribe për histori të ndryshme.